Ka disa vite që nuk bëhet me restaurimi objekteve kulturore në Shkodër, shpreh kështu arkitekti Zef Quni, i cili thekson se ka shumë objekte që kanë nevojë për të restauruar. Sipas tij, pushteti lokal dhe institucionet përgjithëse duhet ndërhyjnë. Fatkeqësisht ka disa vite që nuk bëhen më restaurime, dhe nga monumentet kulturës për arsye objektive, si zvarën edhe nga ajo pastojnë vetëm bara, nuk është. Plus që ka ardhur një brezëri që nuk i njeh mirë dhe kriteret e restaurimit. Prandaj është e rëndësishme me pasë në çfarë fazash ka kalu një restaurim i një objektit të rëndësishëm, siç është shtëpia Sokuks, po ne kemi edhe objekte tjera që kanë nevojë për të restauruar. Për shembull, ne kemi në gjendje shumë të keqe shtëpinë e Hodobek Sokolit, kemi shtëpinë e Pashkovas, janë objekte me vlerë, janë objekte pa përsëritshme. Prandaj është e rëndësishme që edhe pushteti lokal, po edhe institucionet që marrin me restaurimin e monumentet kulturës, kuptojnë se është një punë e jashtëzakonshme, është një punë që kërkon me respektu kriteret e restaurimit, edhe kartat ndërkombëtare që ne kemi nënshkruar për rujtjen dhe mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Sipas Qunit, ura mesit është shembulli negativ se si mund të restaurohet një monument. Ura mesit është shembulli më negativ se si mund të restaurohet një monument. Përse mendoni kështu, profesor? Për arsye sepse nuk janë respektuar kriteret e restaurimit. Ura mesit është suvatuar me llaçe të bardhë, me gëlqere të bardhë, dhe i kanë humbur moshën. Ura ka formën e saj, turistat shkojnë e vizitojnë, por kur bëjmë fjalë për kriteret e restaurimit, duhet ruhet mosha që ka. Unë kam replikuar disa herë edhe për sa i përket restaurimit në xhaminë e Plumit. Nuk bëhet fjalë për anën funksionale se si funksionon, po thojmë, xhamia ose si funksionon ura. Bëhet fjalë për kriteret e restaurimit, për rujtjen e asaj që është e vjetër. Dhe në trashëgimi ka një koncept. Është konservimi i monumenteve, është primari. Restaurimi quhet një e keqe domosdoshme. Dhe kjo e keqe domosdoshme duhet në u bë mirë sipas dokumentacionit, sipas teknikave të kohës, sipas materialeve të kohës, dhe jo me materiale industriale që prodhohen sot. Kjo është një diskutim faktikisht mes profesionistash, nuk është diskutim që mund ta bëjmë me njerëzit e thjeshtë, nuk është detyrë e tyre. Askur gjë si ka luajtur urës mesit, aty është ura mesit si urë, por që të marrin moshën e saj, vjetërsinë e saj që ka pas, duhet me kalu edhe 300 vjet tjera, të shtim më oksidu e më bata. Ata suvatimet që kanë bëha atje, të pa nevojshme për mu. Ndër të tjerë, arkitekti Quni theksoi se edhe në Kalan Rozafa ka nevojë për ndërhyrje.